Sipas informacioneve të fundit, ka përfunduar mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Do të lidhemi tani sërish me gazetarin Renaldo Saliani, i cili po ndjek nga afër këtë mbledhje. Renaldo, të përshëndes sërish. Na bën me dije që ka përfunduar mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ka pasur ndonjë deklaratë në përfundim të saj? Çfarë ke mundur të mësosh më shumë? Po Daliana, sapo ka përfunduar mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kjo mbledhje është fokusuar vetëm te protesta, si në pjesën e parë, por edhe në pjesën e dytë me dyer të mbyllura të mbledhjes. Zoti Berisha ka përsëritur kërkesën e tij që diskutimet të përqendrohen vetëm tek kjo temë, pra vetëm tek protesta. Zoti Berisha u shpreh se çdo antar është i ftuar të thotë sugjerimet, mendimet, kritikat, sepse Partia Demokratike është një parti e fjalës së lirë dhe do të mbetet një parti e fjalës së lirë, por sot është shprehur zoti Berisha, duhet të fokusohemi tek organizimi i protestës. Kjo protestë, është shprehur ai, është vetëm fillimi. Ndërsa siç e thash edhe pak më parë, propozimi i Lisandër Hoxhës është bërë me dije që Partia Demokratike të miratojë një rezolut për t'u ndarë nga Soros. Ne besojmë që Soros është një kancer për demokracinë, jo vetëm për Shqipërinë, edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është shprehur zoti Hoxha, dhe është e papranueshme që në mesin tonë ne të kemi njerëz të lidhur me këtë organizat. Ndërsa kandidati për deputet i Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit Aulon Kalaja është shprehur se e mbështet këtë propozim të zotit Hoxha. Soros duhet të shpallet non grata nga qeveria e ardhshme. Mendoj se Partia Demokratike duhet të shkojë më djathtas, duhet të jemi konservator dhe jo të themi që jemi një parti e qendrës së djathtë. Është shprehur Aulon Kalaja. Ndërkohë ka patur edhe debatet të tjera, menjëherë pasi u deklarua se tema e kësaj mbledhje do të ishte vetëm protesta dhe jo çështje të tjera si analiza e zgjedhjeve apo problemet e fundit të Partisë Demokratike me pas nisjes së lëvizjes zotit Saliani. Dritan Burgia, antari i Këshillit Kombëtar, është larguar në mënyrë demonstrative nga mbledhja. Ai është shprehur: ne vim të flasim në forume, ju thoni nuk lejoheni të flisni për tema të tjera përveç protestës. Ndërkohë edhe Iliriana Kuçana ka mbështetur idenë e protestës, është shprehur që Edi Rama largohet vetëm me protesta, duhet që të gjithë të angazhohemi në këtë protest. Kjo sipërmarrje kërkon që ne të jemi serioz, çdo deputet të sjell nga 100 veta në shesh dhe ta rrethojmë kryeministrinë. Nëse e kemi ndarë mendjen ta rrëzojmë Ramën, duhet që të bashkëpunojmë dhe të protestojmë për ta rrëzuar Ramën, është shprehur zonja Kuçana, ndërkohë që menjëherë pas përfundimit të mbledhjes, një mbledhje më e vogël po mbahet me kryetarët dhe sekretarët e degëve që ishin të pranishëm në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Në dalje nga mbledhja, asnjë nga antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike nuk ka pranuar që të bëjë komente lidhur me mbledhjen e sotme, pavarësisht insistimit të gazetarëve për disa nga emrat që mund të flisnin. Askush nuk ka pranuar që të jap një koment për këtë çështje. Kanë respektuar mbledhjen me dyer të mbyllura, siç duket Renaldo. Të falenderoj për të gjithë për mbledhjen dhe për informacionet që përcollet. Të përshëndes.